Në prag të zgjedhjeve i ftuar për Saranda Web është zoti Vasil Dajko, kandidat i nismës Shqipëria Bëhet. Zoti Vasil, faleminderit që keni pranuar ftesën tonë. Ju lutem, mund të na tregoni më shumë për prioritetet tuaja rreth zonës së Sarandës dhe Bregdetit? Faleminderit për ftesën, për të shprehur vizionin tim për qytetin e Sarandës dhe jo vetëm, pasi unë si kandidat nuk garoj vetëm për zonën e Sarandës ku kam origjinën, por për zonën e Konispolit, Finiqit, Delvinës, Himarës, Sarandës, Vlorës dhe Selenicës. Pasi ne nuk kemi një strategji ku secili ka një ndarje territoriale dhe përfaqësojmë vetëm një zonë, pasi ne kemi dëshirë që të përfaqësojmë gjithë qarkun e Vlorës në Parlamentin e Shqipërisë për 4 vitet e ardhshme. Për sa i përket prioriteteve, janë një sër prej tyre, sepse çdo sektor ekonomik apo çdo sektor social ka nevojat e veta, por do të theksoja 3 prej tyre, siç janë shëndetësia, arsimi edhe zhvillimi ekonomik, të cilat të treja janë në një emergjencë kombëtare. Si e shihni ju zhvillimin ekonomik të Sarandës? Pra, cilat janë sektorët të cilët ju duhet të ndërhyni në mënyrë urgjente? Sektorët ekonomik të Sarandës, por në përgjithësi dhe gjithë Vlorës, pak a shumë kanë të njëjtin zhvillim ekonomik dhe njëjtin orientim. Unë do të veçoja 2 prej sektorëve kryesor, ajo bujqësisë blegtorisë dhe sektori turizmit. Për sa i përket sektorit blegtorisë dhe bujqësisë, ne kemi një program të mirëfillt për këtë sektor, duke filluar që nga subvencionimi për çdo kilogram prodhimi. Gjithashtu kemi programuar hapjen e Bankës Kombëtare Agrare, e cila do të ketë në fokus jo fitimin, si çdo lloj banke sektorit të dytë, por do ketë në fokus kreditimin me kredit të buta të çdo lloj fermeri, duke mbuluar me interesat vetëm nevojat operacionale të këtij sektori. Gjithashtu, ne kemi në programin tonë kemi parashikuar edhe certifikimin e gjithë farave dhe pesticideve dhe fidanëve. Gjithashtu një pikë e rëndësishme për sa i përket blegtorisë dhe bujqësisë, kryesisht bujqësisë, është cilësia e farave dhe fidanëve. Bujqërit hasin shpesh herë probleme me fidanët dhe farat. Dhe duke kultivuar ato, një fidan do 1 vit ose 2 vite të kthehet në prodhim, dhe duke mos pas një garanci të madhe për to, shumë herë ata dështojnë. Dhe dështimi nuk mund të ngelet vetëm barra fermerit, por edhe ata që i tregtojnë. Tregtarët duhen bëjnë përgjegjësi ekonomike për të dëm ekonomik që i shkaktohet fermerit. Ndërsa për sektorin e turizmit, dua të veçoj 2 nga pikat tona kryesore. E para është hapja e 200 hyrjedaljeve për gjitha mjetet e lundrimit, në gjithë vijën bregdetare të Shqipërisë, e cila do të rrisë dhe do të kalojë një tjetër nivel zhvillimi ekonomik turistik, duke sjellë turizëm cilësor edhe me një veprimtari të re ekonomike që nuk ekziston në gjithë Shqipërinë, po aq më tepër në Sarandë dhe në Vlorë. Pika tjetër shumë e fortë, besoj unë, për pjesën e turizmit, është edhe zgjatja e sezonit turistik. Vitet e fundit dëgjohet shpesh nga të gjithë faktorët politik zgjatja, po si do vi kjo zgjatje. Ne propozojmë dhe programojmë që nga muaj nëntor deri në prill do të ketë rimbursim të gjithë biletave të avionit, të autobusit, të anijeve deri në 50% të vlerës, por jo më shumë se 50 euro për bilet. Kjo çfarë do të sjellë? Kjo do të sjellë një eksplorim të ri për Shqipërinë, për Sarandën, për qarkun e Vlorës. Sepse Saranda s'duhet të harrojmë, Saranda nuk ka vetëm plazh. Saranda ka dhe një qytetin antik të Butrintit, që është një park kombëtar, ka dhe një park natyror, siç është parku i Syrit të Kaltër. Një nga shqetësimet kryesore në zonën e Sarandës dhe Bregdetit është edhe pjesa e pronave dhe të legalizimeve. Mund ta tregoni një plan konkret që ju keni për të zgjidhur këtë problem? Faleminderit për pyetjen, se kjo është një nga pikat e preferuara të mia të nismës Shqipëria Bëhet, koalicionit Shqipëria Bëhet, dhe sepse unë vi nga një familje të ish përndjekurish politik dhe nga një familje ish pronare, dhe kjo është një pyetje që ne gjithve kur e dëgjojmë ne na dhëm gjithve, pavarësisht se unë se kam heq në kurriz, por familjarët e mi e kanë vuajt atë sistem. Ne zotohemi që për 6 muaj do përfundoj procesi i legalizimeve dhe në 18 muaj do të marrë certifikat pronësie të gjithë ato prona që nuk kanë konflikte. Gjithashtu dhe zgjidhja përfundimtare për ish pronarët në 2 vitet e ardhshme, duke fokusuar ose dëm shërblim monetar i cili do jepet në 10 këste të barabarta çdo vit, ose dëm shërblim në 2 zona bregdetare të cilat janë studiuara dhe do të kompensohen me një koeficient
i cili do të konvertohet, në qoftë se është një zonë malore ku ka qenë ish pronari, do të konvertohet në një zonë bregdetare, të cilat janë të parashikuara dhe të gjetura nga ne, me një koeficient më të ulët. Për shembull, 100 hektar në Konispor mund të konvertohet me 1 hektar Buzdetit, po 1 hektar jo kullot, por 1 hektar toke ndërtimore, truall ndërtimi i cili do jetë gati me leje ndërtimi. Dhe kryestoria një plan zhvillimi për gjithë territorin e Shqipërisë. Ka bërë një studim tërësor të gjithë trevave shqiptare dhe duke i kthyer ato njëre për gjithmonë të përcaktuara truall, kullop dhe tokë bujqësore. Sepse kemi një absurditet aq më tepër të shfrytzuar shumë për pjesën bregdetare, ku shumë toka janë lënë si toka bujqësore, duke i shitur ato banorët e fshatit me 10, 15, 20 euro metri katror, dhe më vonë të janë tetërsuar gjithmonë duke u kthyer në truall, duke u 10 fishuar ose 15 fishuar vlera e tyre. Dhe kjo është pa drejt për zonën e Bregdetit. Gjithashtu, edhe për pjesën e investimeve strategjike, ato kompensohen me një vlerë shumë të ulët banorët e zonës, pavarësisht se ata nuk e gëzojnë më, po të paktën të marrin hakun e tyre, atë që meritojnë. Meqense u përmend sektori i turizmit si një nga sektorët ku duhet të ndërhyjmë në mënyrë të menjëhershme, Bregdeti joni po përballet me të ashtu quajturat investime strategjike. Ju lutem, mund të na tregoni për ata që na ndjekin një plan se si do të mbrohen bukuritë natyrore të zonës së Saranës dhe Bregdetit? Për investime strategjike ne jemi të qartë. Kemi një program që nuk do të ketë më asnjë investim strategjik pa u zgjidhur çështja ish pronarëve, se nuk është e patolerueshme që të ketë qindra hektar tokë me 1 euro për investitorin strategjik dhe nuk paska për ata ish pronar që i sigëzojnë këto plana prej 80 vitesh. Është absurde. Gjithashtu, ky si ligj duhet rikonceptuar për mendimin tim, sepse ligji i investimit strategjik ka pas fokus zhvillimin ekonomik, hapjen e vendeve të punës, po vende jo sezonale dhe momentale, po vendeve afatgjata pune. Ndërkohë aktualisht ky investim strategjik është kthyer vetëm në ndërtim pallatesh, ndërtim vilash, që nuk kanë asnjë benefit ekonomik për zonën ku ato shfrytëzohen. Shumë të rinj po largohen nga zona e Saranës për shkak të mungesës së mundësive. Çfarë politikash keni ju për të mbajtur të rinjt në këtë vend? Në vetvete, rinia nuk ka pas problem punësimin, sepse vitet e fundit nga zhvillimi ekonomik, kryesisht zhvillimi i sektorit individual i bizneseve, ka prodhuar pafund vendet e reja pune. Sfidat e vërteta dhe arsyet e migrimit vitet e fundit ka qenë problemet e pafundme në arsim, problemet e pafundme në shëndetësi, problemet e pafundme në krijimin e një familje të re apo marrjen e një shtëpie. Sepse kostot vitet e fundit kanë kaluar një ekstremitet, pavarësisht se pagat mund të jenë rritur pak, por kostot janë rritur dyfish, kështu që ata nuk e përballojnë dot. Në program kemi 2 pika shumë të mira që unë dua t'i përmend, për sa i përket rinisë. E parë quhet shtëpia ime atë dhe uim. Çdo të thotë kjo. Ne parashikojmë që për çdo çift të ri të përfitojnë shtëpinë e tyre të parë me kredi me interes fiks me 1% për gjatë gjithë periudhës së kredisë, dhe gjitha kostot do të kompensohen dhe do të rimbursohen nga shteti shqiptar. Gjithashtu, pika e dytë është një paket bazë ushqimore për gjithë çiftet e reja që sjellin në jetë një fëmijë, që fëmijë i parë, i dytë apo i tretë, ketë një ndihmë ekonomike prej 3.000 lekësh për çdo fëmijë në muaj. Dhe kjo do të jepet në një kartë debiti të posaçme dhe do të ketë mundësi të rikthej në produkte ushqimore, në vezë, oriz, por vetëm produkte ushqimore për fëmijët e tyre. Se duhet qytetarët e Sarandës, Lukovës, Nivicës dhe Boshit t'ju abesojnë votën juve? Çfarë keni ju ndryshe nga kandidatët e tjerë? Unë ftoj jo vetëm qytetarët e Konispolit, Delvinës, Boshit, Bregdetit, Sarandës, Selenicës apo Vlorës, po unë ftoj gjithë qytetarët shqiptar që nëpërmjet televizionit tuaj mund ta shikojnë dhe na ndjekin që të votojnë masivisht koalicionin Nisma Shqipëria bëhet, sepse realisht është një nevojë kombëtare. Kemi arritur në një pikë kur 34 vjet përmendim vetëm fjalën tranzicion, kemi mungesë të kësuar demokracie dhe ne kemi qëllim shrënjosës të këtij sistemi bipolar midis 2 partive dhe një degdisje të shqiptarëve sa nëpër Evropë sa nëpër botë. Ndërsa për sa i përket aspektit individual, unë jam një iri lindur dhe i rritur në këtë vend, në këtë zonë. Jam i lindur në Sarandë, jam i rritur në Sarandë, kam origjinën nga Bregdeti, kam nënën nga minoriteti. Unë kam krijuar familjen time të re këtu, unë aspiroj dhe punoj çdo ditë si profesionist në qytetin e Sarandës. Ndaj njoh mirë problematikat e zonës, njoh hallet edhe nevojat e qytetarëve, por kryesisht kam zgjidhje për këto probleme.
dhe ftoj çdo teleshikues tuaj dhe çdo person që më njeh dhe mbështet nismën Shqipëria bëhet të na votoj masivisht datën 11 maj. Sukses. Faleminderit.